Kryetari Edi Rama ka mbledhur në orët e para të ditës liderët e partive të mëdha të koalicionit opozitar. Edi Rama ka diskutuar me aleatët e Partisë Socialiste në një takim të zhvilluar në Selin Roz për përkujtimin e ngjarjes tragjike të 21 janarit dhe për mbajtjen e homazheve të shtunën në ora 11 në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Një vit më parë, në 21 janar, humbën jetën 4 dëshmorë: Hekuran Deda, Faik Myrtaj, Ziver Veizi, Alex Nika, të vrarë nga plumbat e qeverisë vetëm sepse protestuan kundër pushtetit Berishës. Kjo ngjarje e dhimbshme në historinë e vendit ka shënuar me njoll turpi demokracinë shqiptare. Ndaj partitë e koalicionit opozitar kanë kërkuar që drejtësia të thotë sa më parë fjalën e saj për këtë ngjarje tragjike ku u vran 4 protestues paqësor. Takimi i kryetarit të Partisë Socialiste me krerët e partive aleate ka zgjatur më shumë se një orë. Pas takimit, koordinatori i opozitës Preç Zogaj tregoi më shumë detaje për mediat, duke u përgjigjur interesit tyre. Sot partitë opozitës bashkuar u mblodhen për 21 janarin. Do të organizojmë një homazh ditën e shtunë për të kujtuar 4 protestuesit e vrarë një vit më parë: Hekuran Dedën, Ziver Veizin, Faik Myrtajn dhe Alex Nikën. Ftojmë qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë që të marrin pjesë në këtë homazh në mënyrë që me praninë e tyre të mbështesin dhe të nxisin zbardhjen e kësaj tragjedie nga ana e prokurisë, vendosin e drejtësisë, shlyrjen e kësaj njolle historike në trupin e demokracisë shqiptare. Me këtë rast, në emër të partive të opozitës, dëshiroj të përshëndes dhe njëherë qëndrimin e djeshëm të trojkës së ambasadorëve, të cilët i quajtën të pafalshme vrasjet e 4 qytetarëve, dhe ashtu është të pafalshme qenë dhe presim me padurim që drejtësia të thotë fjalën e vet për to.